Operatori i sistemit të transmetimit ka shpallur hapjen e garës për ndërtimin e linjës së re elektrike Çorovod-Këlqyr, si dhe traktet përkatëse. Fondi limiti i vënë në dispozicion për këtë projekt është 443.720.000 lekë. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, linja e re 110 kV do të lidh në stacionet në Çorovod dhe Këlqyr. Në stacionin e Çorovodës, linja e re do të lidhet me traktet e reja, ndërsa linja që vjen nga Këlqyra do të integrohet në sistemin ekzistues, duke eliminuar ndërprerjet e linjave. Ky projekt është i rëndësishëm për të garantuar një furnizim të qëndrueshëm dhe të sigurt për të gjithë konsumatorët në këtë zonë. Referuar dokumentit, për këtë linjë do të përdoren shtyllat të posaçme elektrike që përmbushin standardet teknike dhe kërkesat për siguri. Traseja e linjës do të jetë kryesisht larg zonave të banuara dhe industriale. Në disa raste do të kalojë pranë shtëpive, por duke respektuar distancat e lejuara. Do të riparohen rrugë ekzistuese dhe do të hapen rrugë të reja. Gjatë ndërtimit do të ketë ndërprerje të përkohshme të rrugëve dhe të linjave të tjera elektrike. Korridori i linjës do të ketë gjerësi 30 metra dhe një pjesë e linjës me gjatësi rreth 6 kilometra. Për ndërtimin e linjës do të përdoren teknologji dhe praktika moderne ndërtimi, duke siguruar funksionim më të qëndrueshëm, efikas dhe të sigurt të rrjetit elektrik, thuhet në dokumentin e Agjencisë së Prokurimit Publik.